Si është situatat e Gjilane? Te Gjilane A e keni kompletuar ekipin? Te Gjilane është stota mirë. Normalisht kemi bo ndryshime. Kanë ikë disa futbolist, disa prurje kemi pru. Kemi mënu me bo një grup mirë, me lejtarë që janë dëshmumë në futbolin tonë. Për mendoj që kemi një grup mirë. Besoj shumë që kemi me posë sukses me këtë grupë. A është titulli kampion synim këtë vit? Apo vetëm dalja në Evropë? Po tash, na du të me abo zmetin, punët dhe në fund. Normalisht me ekipin që kemi du të me liftu në gjitha garat e mundshme që i kemi për para. Po fillimisht i kemi këtë fazën përgatitore që në do të me pru ekipin në gjendjen më të mirë të mundshme. Edhe shpresoj shumë që të kemi sukses. Kupën e botës apo ke kohë ta ndjekësh ndeshjet? Po, kemi përcjell, normalisht disa ndeshje nuk kemi mujtë me përcjell për shkëtërarit të cilat kanë qenë. Ka qenë një kupë me në ndryshim, ka pos ekipe ma shumë se hera të tjerë. Edhe besoj që ka qenë mjaft interesant. Unë edhe para 2 javëve kam qenë në emision edhe e shoh si favorit Francën, në thonë drejtë në bazë performancë që ka bërë gjithë ndeshjet. Po edhe Norvegjia është ekip shumë i fortë. Prej fillimit për Francën? Po.